Andaj, Allahu te bareke ve taala të gjithë neve na thret që të trokasim derën e tij. Kur them të gjithë neve, edhe ata që i kanë gjunahet më të mëdha mbi rrugën toksor, edhe ata Allahu te bareke ve taala i thret që të pendohen edhe të mos largohen asnjëherë nga kush, nga shpresa e faljes së mëkateve. Me shpresu çdo herë dhe ato shpresim me bombe bindje se Allahu ka me t'i falë. Allahu te bareke ve taala të gjithë, ata që kanë gjunahe pak edhe ata shumë, ata që kanë të vogla dhe të mëdha, të gjithë Allahu te bareke ve taala i thret: o robrit e mi, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O robrit e mi, që keni ngarkuar veten me mëkate, që keni rënduar veten me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humbni shpresën asnjëherë nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu i fal gjitha gjunahet. Kujt ja fal? Atij që pendohet, atij që kërkon falje, atij që i dhem zemra për të kaluarën e tij jo të mirë. E ai që kënaqet me gjunahe, e ai që mburret me gjunahe, e ai që lavdrohet me gjunahe, ai do të përjeton vujtje, do të përjeton mjerim, do të përjeton poshtrim edhe nënshmim në jetën e dunjas. Pastaj poshtrimi dhe nënshmimi i madh do të fillon atje kur e merr dënimin në botën tjetër.